Për herë parë, se shumica kanale dhe Pishkupit, që për e ndëgjone, janë kampionat që shteti i ka përmbajtë. Shteti, me japonez, me amerikan, me rus, me ma të fuqishëm, dërsa mu kushum ka përkra. Po më s'kum batën e mjerë, me më kontrolu se qysh flejone, me qfar kushte flejone. Për ju ka gjeve të një rast, që kemi edhe beratin, a i shëptu berat apo tashe? Tashe. Normal sportistit do të më vanu, po hajde po ta fale, po. Për ju ka gjeve të një rast në nërën të branishit. Qëta jena që për i përmeni, Rusët e Bulgar, sot atë e tërë që përfuqi. Shumë herë ka ndohë. Se sakrificën përveç kundështave më bo sakrificën e vetë vetë. Kom si 12 kg për trupit temë. Në 64 kg, në 52 kg kom si për trupit temë. Pa hangër, e pa pi, e gjallash i ri, i kom përbalu të gjithë da sakrifica. Lonat olimpike, për fatë keq, këto s'kanë qenë, asë njoni këto. Lonat olimpike janë paradis. E që tojnë, ne besimtarë, thëmë paradis, apo? O gjanë, paradis për të shko me botën tjetër, a i që meriton, se a i që se meriton të shko në gjenem, a këtëm. Paradisa është lonat olimpike. Këtë lojet e botës e ki ushqimi. Loj pirme perime, të ndrorat të pranishëm. Një gjalla është i ri, i shikon me si edhe nuk mundët me ndranë. Shumë sakrifice por, e dhim shumë. Po krinë ajo sakrifice është shpërbli me fitoret e mija, me fitoret e medaljet. Shumë raste kemi hinë, se 3 ditë ka zgatë luftat. Se normal kam pat edhe muca tjerë, sportisa tjerë, po janë eliminu minjerë. A i që fitojnë, vazhdojnë edhe 3 ditë tjera, dhere në finale. E une 20 vjetë më qenë fitusë. Në Bedistanë. Para menore Jugoslavia, 24 milion që kemi jetu në atë pjesën e Jugoslavisë. Ka pas sportista shumë bëllaj ka pa. Shumë. Po vetëm mos harane që këtë që janë para juve, unë jam maj madhe për të gjithë atina sportista. Për të gjithë atina sportista. Po, për fatë kjerë që më s'kum patë asë shtetë, asë për shtetë, s'kum patë me djume, s'kum patë kush me përkra, ata e kam patë shtetën e vetë, e kam patë për shtetën e vetë. Janë gjiganta. Për fatë kjerë që ma të parlove në kene dëgju, Beneshin, Kiçanovića, pse ditë kush tjetër, atë janë Lubeka, atë janë sportisat muaj gjigant, ama i kanë 3-4 medalje i kanë. Dërsa unë i kanë 9 medalje. Nuk krasot. Prandaj kretë kjo që është bo me punet, me segrafis, me gjolëzi. Po, më dhe shumë e më bo e maj mirë. Gjolëzi e do të me bo se cilë. Po ne nuk kemi tash. Tash e 25 vjetë edhe për karantin, nuk kemi gjolëzi. Nuk kemi për me bo maj mirë. Tash të regova pak për para të save. Kjo është, me vërtet është për. 20 milion pare harqon pare të juve. Parat e popullit. U majtë kampionati botërore në mundje në Shkopë, për 3. Asë një fitore, asë një medalje. U majtë kampionati evropian për judo. Asë një fitore. U majtë kampionati evropian olimpike. Vizori katastrofë. Asë një fitore. Edhe humbje katastrofe. Pile njone, kushu tha Roberti, ke kashë në moment në Makedonë së postë. Ashtë tërvitje s'ka do posha në gara. 90 diferenci, 100 diferenci. Do më të dhe stërvitje kërë banë njëri nuk e më qëka s'posha. Akta ka nuk 100 posha diferenci. Prandaj, do me pa gjolëzi. Këta nuk kanë gjolëzi. Për me arritë suksese. Ta kemi qef nga, po boj pare në festival, në Shkopë, në Kosovë, në turnirat, topta, edhe me boj emër, me boj histori. Prandaj, qëto kosht të durar të pranishëm, jo që mjene edhe me sport, nuk jam e i parishëm, zëri besë nuk jam e i parishëm. Po, si cili mundët me mëri, si cili mundët me arri suksese, jo vetëm në sport. Në qëto lami, edhe ai që do më boj historian, apo doktor, do të me dicu me studiu. Ai që do më boj arkitek,
do të me studiu, me lexu. Edhe kur nuk po sportist, do shumë sakrificë, po flas me i kulmin, se sportista kemi sa dush. Me shku poshtë simboli i sportit është Olimpiada. Miliona sportistat e planetit androjnë me shku me morë pjesë. Androjnë. E ne e kemi tash kushtet të ndëruar të prashit. Zeni besë, kemi kushtet fantastike. E të regoj, kjo moderatore e re, si mi pas sala pa sportive. Kreç kjo sukses është arrit në Saraj. Jo të vjetër dojnë me ditë kër është komuna e Saraj. Ka qenë një hotel Saraj. Kushte shumë trona, katastrofë. A më prej ati ka nda kretë medalë. Kretë prej ati ka nda suksese. Tash kemi palestra në çdo fshat. Kemi në çdo qytet. Lloj kushte kemi moderne. Kushtet moderne. S'kum pot patika, s'kum pot kurqon. Nuk janë ta, nuk janë poezi, nuk janë shkrimtar poezi të rruan pranë shumë. Po e tregoj realitetin, shpirtin e një sportiste. Që i kumpretu. E sot kujim. Të rrgoj edhe për fund për përgjydhe. S'ka më ranë. Tash kemi krejt e kemi. Ajë që e thotë që nuk kemi, ta dini se është mashtrus. Mashtrus i madh është. Vetëm me majtë detyre dhe me majtë pozicionet. Po e tregoj edhe një rast për fundit. Se tregova shumë herë e këta legjendat, fotografi që janë Bullgare në Grosë, shumë herë kundërshtarët e mi, në saun, ju e dini saunin, me sigurit që ka më dhe një temperatur shumë e nxehtë, 140 temperaturë nxehtë, u deshkemi se çdo ditë e kishëm matje. Çdo ditë e kishëm matje, zguzeshe me hangër, nëse matesh, u deshke përsëri mu matë, se zguzon me hangër përsëri do shme 152 kg. Shumë herë në saun, me kundërshtarët e mi, e masirat që 2 masera, kundërshtarët e mi. Nesër do të darën ata pleta. 2 masera u ndrojshme, shumë maserat e mu. Para mëne sa çfarë drame, çfarë gobote. 2 maseret e maserat që sa me aletsu trupin antisportise, nesër me mund të dalet me ka. Se një besë, kur t'ishtë pregatitur, jo 2 masera, të një bimber edhe 100 masera e këtot. E une i kom pa sukses, i kom sfidu të gjithë. Pra da ju falemderit shumë të ndërojë pra një shumë. Tash për reformë. Për reformë, unë e kom morë çmimet e botës të ndërojë të pra një shumë. Bota në 15 drejtet, çmimet matë mojë. Jo çmimet e ta që japër në mërzveti. Po të mund të nama të nama ore. Po të apone. Çmimet e botës e mu. Tash, ne sportistat shkomi 2 herë histori. 2 herë shkomi. Historien të shkushis të regova në për Megdane, në për lufta, dhe mas e përfëndojmë karerën, unë prisë e përshtu në historia shtetit dhe për shtetit, për një sportist madhë. Po nuk e banë, e u deshke me po unë e vetë historinë në libër, autobiografi kom shkujt vetë, me ndjesën time, e kom shkujt vetë, para 10 viteve. Tash kjo është reportimi i dyk i këtij librit, po është bo duke i falendru një 2 njerëzit që përpunjën më të lojë, me vullnetin e atyre, para 10 vite e kom po vetë. Tash këtë librin e dytë e ka morë iniciativë, bile nuk e njafë, është një shqiptarë i Shkupit, nuk e njafë për personi, as pak nuk e njafë. Aje e ka po këtë libër që ka morë 25.000 euro. Nuk e njafë figurën as një herat që dorë. është edhe një pronar, qaj pronari për para e ku pankujt une. Atere ku pankujt 30 euro. Edhe e pronari ka kuptue, ka kuptu fare, ka dhune e një pjesë. Tash, masi ka kryt, tash diskutimin e këtu në gjurë tonë, do të flasë edhe disa fjallë dhe në gjurë Macedonës, se kemi edhe kolegë, kemi ashto. Por, ku shkojnë, se shumica e dhe. Tash, për ka kryt ta, kemi këtu në librat, që do të flasën. Po të shumëra presutme.
Знаете, вие вече ме окупатис. Го разбирате тоа што се кажале на другите манифестации. Ве поздравам сите што сте дошли на ова историски, спортски експозита, ова изложба. Зоке, ова што се дошол комплексно, пријатели, Горан, кај е Горан? Drejtorеше, una roba drejtorеше me përshëndet. Shumë faleminderit drejtorеше. Faleminderit për që ti më morë mesha në për këtë organizim. Gjë keq, drejt me të kazu që këtë koktelin e keni preksa. Unë e këmbo kretë vete këmbo, qdo herë, ama u beva sojta, po kemi dëshirëna. Edhe pranova. Ta shkëmi, hade, ta shkoj pranova. Pozdravam to što malce go kažem дека ove prva se slučava kaj vas. Rešam i vije другите писатели što crtale sekoj nedela, sekoj mesec imate vije. Koji mi kaže Rešam, imate najviše glumaci što crta za Albanci zbogom. Vika najviše u Makedonija Albanci što crta ova slikove, туга гостива. Така не Решам? И сега прв пат, ова е прв пат што се случува. Има ли тогаш гостива вака? Има ли ова изложба? Нема. Ова е прв пат. И треба да видите гордост, зашто така сега у гостива се случува прв пат. Ова изложба со велики големи резултати. Ова се сликите, немај да се смеете. Не се професионален како Роберт што слика професионален. Види, за слика Роберт, кај се бе Роберт? Ти сликаме, ти не вака бе, брате, види. Да. Он професионален люди. 35 години ме слика. Ни една слика не ми даде. Толку циција, ја не знам. Ама еве види, еве саме докази, еве види, еве вака се. Ove slike ne se profesionalne, ove sve amaterske. Na jedan благодарност до Решат, što ove slikite su negovите раци ги направи. Решат, много фала. Фала, не знам što да ти кажам, ова највече со срце да ти забра, нема повише. Ги поздравам сите присутни што дојделе од цела Европа. Специјален за ова вечерас. Специјален. Марам, од Париз дојде. Специјален за Имер, што бил со мојата душа, преживел еден дел, не комплет, еден дел преживел со мене, кога тренирахме кога специјален од Германија. Германија. Имер, каде е Швенди од Америка? Добро, Швенди дојдат за свадби. Тука кај вас има секој ден свадба. Швенди, кај си Швенди? Излезе натаму, добро. Од Швајцарија, од сите, од Белгија, од сите, благодарам многу што дојдете да го респектирате овој ден. И многу вие што сте тука присутни. Абе, нажми, овој мој пријател е 50 години. Ја не го видев тука, видео тука. Видиш како е спортот. Видиш што жртвува, не? Од спортот. На годините, да. Нас ми 50 години сме заедно пријатели. Он преживел све со мене. И радости, и таги, и све. Нас ми, од Скопје си дошол, видиш? Браво, бе, нас. Горан, исто поздрав сите почитувани. Фала многу, стварно ја раскажувам малце повише на албански една голема спортска историја. Без професора, добро што дојде, сега ти видов професора, фала многу на што дојдете. Ова е голема историја. Што стварно без услови, без спортски сали, без опрема, направивме една чуда. Чуда направивме една мала нација, една мала држава, да ги победи најголемите сили во ова планета. Руси, бугари, американци, кинези, французи, не знам и што. Ама јас сам еден од тие што сум пред вас, што не сум давал да дишат.
da disha. Rusите se и денеска е сила на боренето, на спортски борбеност, е сила. Пред една недела, ова не го кажам на албански, пред една недела дојде председателот од Русија, Дагестан, дојде овде у Македонија. И некој му кажам дека сакам да го посетам и човек и спортист шаба да стена дома кај него. Ми се јаве некој пријатели, вака носна дојде, 9:30-10. Тоа е моја година. Јас знам дека кој е представител на Русија, на Федерација. Викам, добро, викам, што има? Замислите, другари, пресудни. Дојде кај мене на дворот, 10 носна. Првите зборови, знај како беше. Шампион, викам, сакам да знам од тебе, кога сум бил јас млад, јас за тебе многу далеко. Стално сум размислил како може еден спортист од Македонија да не победи нас. Види, прашањето тој ме прашува мене. Како ти си успел еден спортист од Македонија кога боренето не е толку популарен, како што е Русија, Америка, другите, и да не победи нас. Сака да знае како си успел. Зашто беше мој одговор? Викам, да, господин, вие сте криви. Вие, русите, сте криви зашто сум јас овој голем спортист. Зашто викам ние? Зашто кога бев јас, 81 година во Мискал, сега, кај се прават крвални борби таму во Мискал, 15 години сум имал, 42 килограми сум бил. На припреми. Една голема спортска сала, два спортска сала голема, све шампиони. Секој. Втор, трет, све шампиони, олимписки, светски. Сите. Викам, чекај бе, дете, викам. Зашто само руси шампиони? Ја давам сега прашање таму. Дете, замисли 15 години. Земам русите шампиони, као што сум јас сега. Зашто само овие? Гледам прсти, нози, све исти бе. Ја мислам дека од друга планета, пред да отидам таму. Све шампиони, европско, светско, олимпијада, сите шампиони. Како може само овие? Господине, викам, кога дојдав јас во Скопје, сфатив дека ништо нема разлика меѓу вас и меѓу мене. Што има разлика? Само работа. Тренинг, дисциплина, жртвување. Затоа сум ги тепали, вика, 15 години сум става русите да дигат глава од мене. Секој година спремале за мене да ме победат. Од 82 до 96. Ама све сум ги победил. Значи, треба да имаш љубоморен да постигаш на борбата. Зашто ништо не е разлика меѓу мене и меѓу тие русите. Значи, затоа викам, сега младите, га кажува пред маце, ја нема услови, нема патике, нема што да живам, сиромашна фамилија, 9 брача, 8 брача, една сестра. Катастрофа услови. Ама не сум откажал, тоа е најбитно да знаете. Не, јас нема да откажам. Ке стигнам до таму кај стигнал Муамед Али. Затоа тоа стига да кај тоа Муамед Али. Тука негде. Затоа јас сум го ставил таму. Сонот на 12 години сакав да бидам као Муамед Али. И јас станав Муамед Али. Сонот не ми беше само на спиење, него на докази. Затоа го ставам тоа, зашто и он е еден крив, што денеска сум овде. Океј, толку песување. Контролор ти бранеше. Тани, още ние мусафир специјал, но кај пришодета вечиле е наш парфум. Каорм ga Bosna special perché detkite mbrome manifestime historike për me qenë mesin tonë. Është një gazetar shumë i njoftën të Berlinit e vetë,
por edhe për dikant që i përcjell politikën, që i përcjell edhe sportin. Ka muzein vete, ka atje. Isha une vjetë. Si vjetë. Qëfar manifestime. Kretë qeveria e Bosnës ishin aty. Një respekt madhë. Po që shto është zakoni jonë, që e mira kthehet me të mirë. Unë e kom pregadit special një mirë njoje. Kjo është që i këtë që për inqezon. Salim, se ne znam da li koliko razmišljaš te albanske, sve kako kaže me na makedonske, da razmišljaš malce. Kjo është taj zodnio që po inqezon me telefonin, pranderit shumë. Pranderit shumë për respektin, për vlesimin, për kreta ata që ti pa dëshirë me arë këto, mesin tonë, për me festu këtë manifestim. Po shtone, se zato na kraj postave fjasa. Вие nemoj da se naljutite вие, zašto se ja predstavljam se specijalan nego. Nemoj da budete ljubomorni, budite ljubomorni da me postignete, a ne ovakve rabote. Da. Gostava namjerno da go pozdravam jedan čovjek što dojde od Bosne. Specijalan za ovo istorijski ekspozita izložba. Da vide su nas, su ova legendi, tuka što smo mi. Той човек ние бедме пред неколку месеци ме поканил тамо за неговата историја што се случува тамо, и спортска и политички музеј, многу убаво. Цела влада беше тамо. Цела влада у Босна. Респектира све ова. Глумаци, не знам што имали голем име. И ме направи мене чест. Голем чест, не мало, голем чест. Со све што треба да заслужи еден личност. А тој човек е тука, што снима сега со телефон. Салим, поздрав, брате. Чекај се, уште. Чекај таму, чекај. Још, чекај, не жури. Нечу да бежи ова твојата што сам спремал специјално за тебе. Овој човек, стварно, види како е, замисли, од Босна. За некој што дојде од далеко само да респектира. А ние еве тука не може да дојдат, зашто имат политички, да владат, да лажат, да прават све што правиле 35 години. Еве ова, 35 години. Такав не беше директорка. Види, немаше ова, нема ништо не правиле за ова, за култура. Културата, спортот е символ на една нација, на држава. Затоа, гостување, фала многу сите вие што дојдете. Салем, спремал сам еден поклон, специјален. Nije zlaten medal, ама jedan poklon. Moja klasa. Sad ću može da evo. Ovo je te. Ovo je simbol da ova država nije ni Gostivar, ni Tetovo, nije ni Kičevo, ni Štip, ni Radović, ovo je srce da nas Skopje. Kale, so mostat, ovo je simbol da našата država. Povedete, gospodine. Ova priča je kratko, vi novinari pričate dugo, razumijete? Šta kratko malo. Assalamu alaikum i dobro večer vam želim svima. Drago mi je što se nalazi u Gostivaru među ovoliko ljudi koji su došli da podrže, ja kažem, našeg šampiona. On je naš šampion. Koliko Skopja i Makedonije, toliko i naše Bosne i Hercegovine i cijele Jugoslavije, jer ja još uvijek Jugoslaviju, iako sam samo pionir Josipa Broza Tita, Jugoslaviju držim u svom srcu, mada mi je
Bosna majka i volim svaki pedalj ove Jugoslavije. Kao kroz maglu se sjećam te vijesti 1984. godine. Tada sam imao svega 8 godina života kada je ovaj čovjek do mog srca osvojio prvu zlatnu olimpijadu za našu državu. Sada u Bosni i Hercegovini, kada je bila godišnjica mog muzeja i Saad Kule koju sam izgradio na domak Sarajeva, i kada god spomenete ime Šaban Trstena, ljudi ustaju i u Bosni i Hercegovini i dan danas. Sjećaju se, to je bila vijest koja se pričala mjesecima i trebate vi svi iz Makedonije, bez obzira da li bili Makedonci, da li bili Albanci, Srbi, Bošnjaci, Muslimani, bez obzira kako se izjašnjavali, da je ovo naše blago, da je ovo vaše blago i nije im bilo žao da prevalim toliki put i da na aerodromima presjedanje čekam po 5-6 sati, tako će biti u povratku, ali to je za mene kao 5 minuta i vjerujte da sam duže ostao na ovoj pozornici nego na aerodromima dok sam željno čekao da dođem i da prisustvujem ovoj velikoj manifestaciji, izložbi 40 godina nije malo, a posebno s obzirom da sam ja Bošnjak, musliman, molim dragog Allaha Đalešanhu da njegovoj majci Sadiji Hanumi podari lijepi džennet, a vidim da ovdje ima 10-ak žena, one samo znaju šta znači nositi 9 mjeseci jedno dijete, a njegova majka je 9 djece donijela na selamet, odnosno na ovaj svijet, i donijela je šampiona. To nije se desilo ni jednoj majci na prostoru bivše Jugoslavije i neka joj je golemi rahmet Sadiji Hanumi Trsteni. A Šabanu mnogo zdravlja. Hvala. Tačno trebate upravičati. Ko është artisti i kombit. Kjo është luftar, Reshad Hesë. Edhe Reshati është një luftar të ndërat të mraniqësh. Nuk pak, thoni pa me pa, nuk marrë ashtu. është një luftar që nuk dërzon. Nuk dërzon. Lufton, shkon, udhton. Tash unë e drejt me trygu që 20 vjetë as du me të gju shtetet e Evropës e Amerikën. Ja kam mërzi në aeroplanin me shku. Mërzi kam. Drejt me t'kem mërzi, se ku me i s'kret planetin. Reshati e ka momentin. Qdo javë shkon Zagreb, shkon Shpani, shko atje. Reshati, edhe ti një luftoni ta. Pa nale ka dhe me pret. Ta shpisu kjarë qëto, se kjarë me boja, me do lajtë, qëto manifestim tash kjarë, ju bu pak si njeri ju bu, pa më thëmë. Sarëm ka me boja, me gjyra, me kreta, tash kjarë pak ma mirë, Reshati, edhe njerë shumë parë njere, lushin du qëta që ki po, qëta pikturat, vetë për te. Shumë parë njere, unë s'kam pasunin shumë, po pasunin e kam shpyrtin, temë, edhe se me patu në pasunisë, që shka këta që janë pasunun në emër popullit, janë po miliardera, a u këtonë, isha lesu shumë ma shumë. Unë e qatë librin, uj me të adhonë në dhurat. E pranon, që me përdonë, njale pleta se që është libri, që shtu geografia ime të vera shumë organizu. Nuk është liber dashurie. Shtu krejt edhe dhimet padrejtësit që ka me bojnë në jetën teme. Krejt shkrujnë. Kjo është kopertina tjetër. Me e kje dhe këto originale. Do shta tip si me patë ko me lecu, ama me lom bibliotekës e ne imi kësu. Kretë bibliotekat e kemi. A u këtonë, bushët, urdhënë Reshat, është një pjesë e shkrytit tonë është edhe to, është shumë parte. Faleminderit Shaban, me qenë se dha një paralel si që jam luftarak e kështu me ras, atyre është një sifmi bashkë në postë, po me kishtë në përdore dhe shakullore si fmi rrugës. Por njëri të shtërbije për datën tregon njështër, Shaban Trsteni do kampion olimpik, Bosnjaku do të thënë shumë i lumtur dhe kështu me ras. Unë shi shakullore dhe ndjeshëm si
një periodë. Lore këshim. Edhe shkur mundet, një shqiptar si Shabani të arinë e botën, thash edhe unë në profesionin tim të darë. Shkur që edhe ke qenë siguri. Atë lore këshim. Edhe kur sa Shabani se ka shumë fotografi për ngjarjeve shumë të rëndësishme. Dha disa fotografi që ishin me kvalitet shumë të dobët. Dhe dusha ta shfrytëzoj imagjinatën, të tregoj atë forcën se mendoj se sporti mund të jetë sport më delikat dhe më kërkues. Kur trupi i njeriu, çdo atom i trupit të njeriu është me vlerë shumë e rëndë. Dhe si ta pikturojsh një kampion, unë mund të them se përmendi titull. Më shumë kishëm trem dhe përgjithësi ta pikturoj Shabanin se sa titull. Ashtu që shkohet fjalë për kampionin dhe natyrisht ishte kënaqësi dhe veçanti pavarësisht çfarë vështirësie kishim. Për ty gjithmonë dhe këtu. Urime dhe vazhdojmë të jesh shumë periudhë. Faleminderit shumë për sa. Unë i bandrova pa përsëri edhe një herë para jush drejtoreshën që sa do fudo u mundu me bëha vetën pandimën e komunës, pandimën e askuj, pa atë forcën e vetë. Drejtoreshë shumë faleminderit edhe për ata që bërën për keqë. Kjo është libër, se libri jam të durat të pranishëm Mosarone, ka shku në gjithë bibliotekat e botës. Kumë dërgu e kumë qua atë. Tash për fatë keqë, e keni edhe ju një bibliotekë. Po është edhe berat, e një ki libër, do është me pru këto. Në s'keshë kur gjohë të arë, sportiv. Do është me pru këto. Tash biblioteka dhe kjo, bibliotekën e juve të rëtëreshe. Ka rënia, që ka punën, shpërtëzu me arrit, dhe reduku me arrit sukses. Nderuar zotëri, Shabani Tërstena, nderuar të pranishëm, për mua si titëreshe e qendrës për kulturë dhe për bibliotekën e Gostivarit, është kënaqësi e veçantë që të pranoj këtë dhuratë të çmuar, librin tuaj ku përmbledh historinë e një kampioni të madh. Ky nuk është vetëm një libër sporti, por është një frymëzim për çdo të ri që ndron të arrijë suksesin me punë dhe për kushtim. Ju falenderoj me zemër për këtë kontribut të vjerë që të mbetet pasuri për bibliotekën tonë. Faleminderit. Tash të durat të pranishëm e lash për fund, se bo ka qenë me mua në pregatitje, lufte, kunit qka. është një njëri, ka qenë mundës, po për çka kushtet e rana, të presionin, u largue, se për që u largu shumica e rënijës, si shqiptarë, si maqënon, u largu, për çka kushtet e trana, u largu në Evropë. Po, Zote, njerëzit e aftë, njerëzit e sukseshëm, njerëzit e mirë, shpirtnore, i ndihmon edhe atje. Tash ka jetën fantastik, ka biznisin e vetë, shumë bukër, nuk ka shku atje për ne, me një rogë. A i ka qenë me mu një jetën teme sportive. Një merë, ka drjo, tash për fund. Tash, mos e shqipi se për okon një ri ka patë kohë. Tash, shumë falenderoj. Ama ti po të pysë të qenë. A tu ka dhim jetë talentit për u largohë për këtë vetë. Ama drejtë të të. Unë edhe se në atë kohë kur kampioni jonë i madhë Shabani Tërstena ka rritë rezultate shumë dhe ka qenë shumë në moshë të rejë. Me po gjithmonë e kom pas një idol të madhë, që edhe unë të më rinë së rejë. Kushtet edhe shkaqet objektive dhe subjektive që unë u largohë në vitin 1990, kanë pasojët e vetë. Edhe unë gjithmonë nuk adhim dhe isha, që e kom lonë vendlingën, edhe s'ku mund të arijat që a kunda është të arij, atë që ke bëti. Edhe pse me arita tëndër ka qenë shumë shpirë, ka qenë një sakrificë shumë e madhe, edhe unë si protagoniste e saj kohë, e
e kam përjetuar vojtet e Shavonit në ato sakrificat më dhaja të jetës sportive, edhe andaj unë i falenderoj gjithmonë jam ambasador i të vërtetës të sukseseve Shabon Tërsenës, gjithmonë unë ka shkoj, edhe pse në media gjithmonë është i pranishëm, edhe unë me flatë e mia, me qenjen time, gjithmonë mundohem emrin e Shabon Tërsenës ta sa më lart. Edhe pse s'ki qenë që 10 vite, më vërtetë që. Në të pranishëm, këto jemi prezent, se shumica jemi qytetar, po jemi edhe besimit islam. S'ka mujt me ardhe bashkisa, a është to, po shkaj? Bashkisa, po. Se kemi këto dole atë, edhe për ata e kom pregatit një liber, pa marrë pasysh janë njerëzit teologë që japin të tregojnë rënien tonë me ata musit e veta që më udhëzu në rrugën e drejtë, po mos më udhëzu ka rruga e shejtanit. Janë njerëzit teologë që jo vetëm këto, po ku gjinën ata, sa të kudo janë mësues e fëmijët tonë për me shku rrugën e drejtë, rrugën me besu. Se unë harrova për e tregu. Çdo herë me emrin e Zotit kumin me këta. Mos harroni këta. Po marr parasysh nuk jam besimtar shumë i fuqishëm. Po çdo herë me emrin e Zotit kumin me këta. Kamur përpara Zot ndihmoj. Nuk jam ku me diçka siç janë këta. Po pa besim nuk ka jetë, nuk ka sukses. Edhe ta janë ata që i udhëzojnë fëmijët tonë, rinien tonë në rrugën e drejtë. Edhe për juve për pregatit një libër. Që patin? Malëzim, e këto është patin. Malëzim, të më tregoj ati bashkërisë se këto është 19 shkronja, Bismillah Rahmanir Rahim. 19 shkronja e kumë lidhë me 19 vjetë kampion olimpik. Du me thonë, Bismillah Rahmanir Rahim i ka 19 shkronja edhe ki në libër që ndoshta Zotit, kërë më ka kryu këtu në botë, e ka shtu se i më bo kampion olimpik me 19 vjetë. I respektuari dhe i madhi jonë sportist, ambasador më i mirë i vendit tonë në të gjitha kohërat, i nderuari Zotëri Shabon Tërstena. Mirë se erdhe në qytetin tonë të festivalit, në vendin tëndë, për të cilin ndër vite ke luftuar dhe ke dhënë gjithë sakrificën tënde. Lojrat olimpike i kanë 7 radhë, të cilët simbolizojnë 7 kontinente. Dhe kjo tregon se njeriut njëherë ju dhurua bota, njëherë ju tregua se sa rrugë i ka toka, po mbi të gjitha ju tregua edhe vlera e jetës. Do ta përmbyllim me një fjalë të bukur, e cila është fjalë për sportin, për ata njerëz të cilët japin më të mirën e tyre, që të jenë simbol i joni, kudo që të jenë. Ajo fjalë është edhe në gjuhën arabe, edhe në gjuhën latine. Unë për hir të opinionit do ta them në gjuhën latine, pastaj në gjuhën shqipe. Mens sana in corpore sana. Mendja e shëndosh në trupin e shëndosh. Respekt, shëndet dhe sukses. Edhe në emër të muftit të festivalit, së bashku me kolegun tim Karbinin, përcjellim përshëndetjet e tia dhe urojmë mbi të gjitha suksese. E jetën Falenderoj. Poštovani, eve vjerë, poslušate ove se ljudi što zna da gi cenat, da gi respektirat ovo deno što dojde specijalno. Rešat jedan glumac što crta. Ima ove slikite tu, ko kaže pred nas ili ne, сега da kaže. Zamisli, ove su sve svetski asovi. Olimpijski, svetski, to po 2 pati, 3 pati, 7 pati. Ja nemam slike. Imam slike manje. Počne da se gleda, ne može tuga da se daje. Ама Решат ги направи со големо задоволство, ги направи ove slikite. Пишуват секој кој е бугаринот, кој е русинот, кубанецот, да ове
ova slika seja kod dole sa Deneska i tuka neka čitat ove mladete. Aldin, kada je Aldin tuka? Ne, dobro, ne tuka, otidem. Ако сакате да бидете големи шампиони, мора да победите шампиони. Не може да биде шампион ако не си победите шампиони. Тоа е правилата на спортот. Треба да победиш големи шампиони за да станеш голем спортист. Ама зборувам шампиони, олимпийски, светски, европско. Не шампиони наши тука. Затоа ова за повише млади. Тука човекот што дојде специјален, затоа он има книга која му дадав јас. Му дадав специјален, кога се реков јас, не срцето гостива Кичево, Девар, Штип, Радовиш, не знам што, срцето на ова нашиот држава е склопен, символен, со мостот, со кале тамо. Тамо е символен. Да. Затоа е специјален поклон. За директорката исто ова библиотека. Мојата книга, пред 10 години го направив јас почување. Мојата книга е на сите библиотеки во светот. Ги носам. Еден ми даде еден идеја, носи сине на сите. И свано носам сите. И сега тука библиотеката, за жал, е доста богатство, ама нема ни една спорт. Град, донеси и вие, кои има книги, донесете тука, затоа ова книга, нека читат младите, како треба да дојде до борбата. Затоа, директор, ке фала многу. Сега секој има своја религија и своја нација. За жал, главниот тука не е тука, зашто ногата му беше повредна, не може да дојде. И го испратил овој човек, Мазлум, да дојде тука меѓу нас. Ама овој се теологија на исламски заедница и наместо него му дадав на него за фала. Има еден дел, пошто јас сум верец, не многу како што се овие. Верувам во Бога дека постои еден, како што верувате Зоки. Драги, ти веруваш во Господ или не? Да? Или има и сте многу атеисти, како и кај нас пашува сега, све атеисти пашува да се верува. Да. Кажете му. Чекај вече, бе, немој вече, пара ти не треба да се жаниш, бе. Да идеш по планина, сите планини во Балкана. Немој да се срамеш, бе, чекај, бе, трпи, бе. Слушај да ја кажам. Нашите мајки не држат 9 месеци, не се жалат. Ти се жала за 5 минути гладен. Ова никој го знае, некој не го знае. Ова беше со мене на припрем. На припрем, живеле не дел мојата живеле. Ама како многу и македонци, албанци, од тешко услови избега. Беше талент, супер класен. Избегал во Европа. Ама фала Богу, Господ му даде таму. Стана добро бизнесмен, добро работи, супер. Ама не беше пред 10 години, сега го има мојата книга. Ама и он е делот на ова книга. Има, фала многу. Те тоа те пранише, мекач, барој, таш уне, се кога и утке, и кога... Баш тоа не пам, не речем, не знам, не ставим паркедо.
Izolte.